Jo aktakus, vitin e dytë do bëj referendum, nëse nuk janë të kënaqur qytetarët, nëse qytetarët e mi nuk janë të kënaqur, atëherë unë largohem nga politika. Nëse gjatë mandatit juaj ngritet aktakus kundër jush, a dhe jepni dorëheqje. Jo aktakus, vitin e dytë do bëj referendum, nëse nuk janë të kënaqur qytetarët, unë do largohem. Unë nuk vi nga politika, edhe nuk jetoj nga politika. Unë jetoj nga profesioni im, nga CV-ja ime, edhe nëse qytetarët e mi nuk janë të kënaqur, atëherë unë largohem nga politika, sepse ku punon momentalisht, masi po thum ki punë, mundesh më kthym. Unë kam dhënë dorëheqje nga një projekt i Bankës Botërore, të cilën para një jave e fitova si team leader, edhe dhash dorëheqje sepse u thash nga Washingtoni nuk është etike dhe morale, unë mbaj dy profesione, edhe pse kam mund ta mbaj si part-time, kam thënë jo, sepse i duhet më tepër Gostivarit. Edhe dorëzoj mandatin tim, ja kam dorëzuar një personit tjetër, i cili e ka marrë projektin që është akoma ka filluar tani dhe do jetë akoma i gjallë për 4 vjeçarin e ardhshëm, dhe unë e kam dhënë dorëheqje për të shërbyer Gostivarit. A ka sakrificë më të madhe se kjo jeta? Sa gra do t'i emrosh drejtoresha apo udhëheqësi dikasterave nëse bosh kryetar? Nuk mund ta premtoj sepse do kemi institucion konkurs. I rekomandoj dhe motivoj të gjitha gratë, sepse gratë janë menaxherë më të mirë se burrat. Marrin më pak riske edhe dinë të bëjnë vendime më të cilësore. I motivoj që njerëzit të aplikojnë sepse te unë nuk do të ketë më nominime me tefter partijak. Edhe në qoftë se do ketë persona që vendosin banerin tim me foton time në Facebook. Faleminderit shumë.